arrestohet, po mund t'i ke vetë ata se si heqja shumë në Iliri. Mirë, do të pyes pastaj pse mendon që do t'i Që të hyjmë sa kokën burgu dhe hyjmë po ta them tash. Të lutem për ta Dhe nuk i fush burgu, po të i fush zullumi vetë. Ti ke informacion apo Shumë fare informacion. Po e si kam rrejtë e gjatë drejtë tash? Për fat keq ka 10 vjet. Ish deputeti i Partisë Demokratike Muslim Murrizi ka deklaruar dje në media se do arrestohen 2 deputetë të Partisë Demokratike. Ai tha ndër të tjera, mund të ikin vetat e atës së mbyllurës se nuk i tren basun e as Iliri për Ali Mehmetin, se do hynë ca në burg, ja po e them tani, dhe nuk i fus në burgun, për do i fus llumi i tyre. Shumë informacion kam. A kanë gënjur ndonjëherë tani këto 10 vite? Mbaje si bast, shtoi Murrizi. Por kush janë 2 deputetët e listës së mbyllur të Partisë Demokratike në qarkun Tiranë që do të arrestohen? Ja lista e 13 deputetëve demokrat që kanë fituar më 11 maj. I pari është Sali Berisha, Edi Paloka, Albana Vokshi, Belind Kolliçi, Flamur Noka, Josefina Topalli, Besar Xhaferi, Fatmir Mediu, Erisa Xhixho, Kleviz Balliu, Mesila Doda, Tedi Blushi dhe Jorrida Tabaku. Pra kush nga këta janë 2 deputetët që Muslim Murrizi parashikon se do të arrestohen nga SPAK? Mbetet për tu parë.